Një djalë i moshës 16 vjeçar është therrur me thikë mbrëm në Gjakov e sipas specialistit të emergjencës Gjo Komani, i ri është sjellë në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda dhe është trajtuar menjëherë. Mbrëm rreth orës 1 i mas mesnatës jam ftuar për një rast si mjek i gatishmërisë, i cili ka qenë i therrur në regionin e abdomenit dhe i trajtuar mirë këtu nga stafi profesional dhe me rekomandime të tyre kom bardh deri në Prishtinë, i cili ka përfunduar mirë atje, tash sot sigurisht pranë është operuar. Komani thosë se plagët e 16 vjeçarit kanë qenë me mjetet e preta dhe është dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë për trajtim të mjetutjeshëm. Blendimet kanë qenë therje sigurisht me thik ose me ndonjë mjet tjetër të fortë në preft, në pjesën e barkut, pjesa sipër me themin e epigastrium dhe është trajtuar këtu dhe është bardhur në Prishtinë. Zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, Shermet Elezaj, e konfirmoi rastin dhe tha se është iniciuar rast vrasje në tentativë. Rasti ka ndodhur në rrugën Skënderbeu, siç thash, pas mesnatë diku rreth orës 24-25 minuta. Njësitë e nevojshme policore menjëherë ka ndalë në vend të ngjarjes dhe në konsultim me prokurorin e shtetit është iniciuar rast vrasje në tentativë. Aktualisht janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve. Pacienti që është duke u trajtuar në QKUK në Prishtinë është i jashtë rrezikut për jetën.